Високите температури и летните одмори ги подиспразнија улиците и плоштадите во Приштина. Но не е само времето поради кое Жешко на Косово врие од законодавната зграда. Скоро 5 месеци по изборите не е конституирано собранието на Косово. Партијата која освои најголем број пратеници, само пред луѓе 37 пати предложи еден ист кандидат за председател на собранието, но исто толку пати не ја доби потребната поддршка. Косовскиот парламент има 120 места. На парламентарните избори, одржани на 9 февруари, најмногу мандати доби владеачката самоопределување, предводена од Албин Курти, 48. Опозицијските партии освоја малку повеќе. Демократската партија на Косово на Бедри Хамза беше втора со 24. Демократската лига на Косово трета со 20. А коалицијата Алијанса за иднина на Косово, социјалдемократската иницијатива, предводена од Рамуш Харадинај, освои 8. Другите 20 мандати одат кај малцинствата, од кои 9 завршија кај Српската листа, 2 кај Демократската партија на турците на Косово, а останатите 9 мандати кај 9 различни политички субјекти. Самоопределување инсистира Албулена Аџију да биде председателка на собранието и се обидува да дојде до мнозинство преку партиите на малцинствата. Блокот опозицијски партии одбива да ја гласа, секој поради своји причини. Ta po bojnë hajgare të gjitha partitë politike, të fillu pe Albin Kurtit, I cili ka faj dikun 42% apo më shumë, se kjo kryesori I zoti shtëpisë në farë mënyrë u kanë se s'është. E këta tjerë gjithashtu po gjajnë zgjidhje shumë keq. I kanë keq përdorur votën e njerëzve, tash shtyhen në parlament. Ka edhe më të mirë se ajo femna më zgjedh. Ka njerëz më të aftë, më punëtor, po te ka një shans në rrok, to na ta votojmë. Edhe një zgjedhje e mirë për ta. Nuk janë të punu mirë, kanë mundësi me bo shumë më mirë. Kjo që pëndodh, vërtet është patekshme. Во 5-месечната битка во парламентот, самоопределување успеа да стигне до најмногу 57 гласа за нивната кандидатка од потребните 61. Според изјавата која за 360 степени ја даде пратеничката Фиторе Пацоли, немат намера да се откажат. Përpjekje që nga fillimi, pra në afatet ligjore që të propozojmë sa më shpejt që të mundemi emrin e kandidatit. Kemi propozuar kandidatin, mirë po kemi has në bllokat prej opozitës. Ne si grupi më I madh parlamentar kemi bërë përpjekje, kemi marrë disa iniciativa në mënyrë që ta dalim nga ky ngërç institucional, mirë po shohim që opozita nuk dëshiron që të gjejmë një gjuhë përbashkët në mënyrë që ta konstituojmë kuvendet. Своји позиции, јако спротиставени со тие на власта, има опозицијската партија со најмногу пратеници. ДПК немат намера да ги напуштат, вели пратеникот Përparim Gruda. Po, ne kemi vendosur një parim. Çdo kush që nuk ka qenë antar I qeverisë Kurti 1 ose Kurti 2, që s'ka qenë ministër në qeveri e Albin Kurtit, ne votojmë. Për arsyeën e thjeshtë, se duam ta zhbllokojmë formimin e kuvendit. Por ndryshe, nuk ka vend evropian që I kërkohet partisë që është në pozitë si ne, s'ta votoj që t'i vazhdojmë mandatin pushtetit. Po na po e bojmë ato për me sjellë një standard rim politik, që mos me blloku formimin e institucioneve. Кога стигна до 57 од самоопределување, се обидаа да направат дополнителен маневар. Побара тајно да се гласа за председател на собранието, барање кое го испратија до Уставниот суд. Tani më çasharakja është që nëse gjykata kushtetuese e lejon kuvendin, ashtu siç kemi propozuar ne, që të vazhdojmë me votim të mbyllën, e cila do t'i jepte mundësi deputetëve që shpreheshin më lirshëm. Kemi nga partitë opozitare që thonë se ne do ta publikojmë votën, pra e shkelin edhe mbi principet e demokracisë, synojnë edhe ta shkelin një procedurë e cila kërkon që deputetët votojnë në mënyrë të fshehur, ata po thonë që ne kemi bërë në mënyrë publike, cilën kena me fotografu, që është gabim shumë I madh, edhe do të thotë që ata janë të interesuar që ta zvarisin sa më shumë që të mundë procesin. Në interesin tonë, si grupi më I madh politik, është që ta konstituojmë kuvendin, ta zgjedhim qeverinë e re dhe të vazhdojmë me projektet përpara. Përparim Gruda од редовите на опозицијската ДПК потврдува дека се категорично против овој начин на гласање, имајќи го предвид деловникот на парламентот.
Ne nuk e kemi pranuar nga fillimi dhe nuk marrim pjesë në atë votim e para sepse rregulloria e punës së kuvendit nuk lejon ndryshimin e mënyrës së votimit në një procedurë që tashmë ka filluar. Mendoj që ndryshimi i mënyrës së votimit nga votimi i hapur në votim fsheht ka pas dy qëllime themelore. Me shpëtu Albulena Haxhiun, me thonë që nuk porzohet Albulena Haxhiu në votim, por porzohet komisioni, dhe e dyta me zvarit procedurën pafundësisht, ajo që është qëllimi i tyre. Krahasoj në anën tjetër vazhdojnë me marrë postin e kryeministrit, postin e ministrave dhe deputetëve, diçka që ligji për qeverinë dhe kushtetuta nuk e lejon, në mënyrë në këtë rast faktikisht kemi të bëjmë me uzurpim të pushtetit. Другите опозицијски партии декларираат други причини да не гласат за Хаxhiu. Демократската лига на Косово бара формирање преодна влада, додека од партијата на Рамуш Харадинај велат ке гласат за оној што ке ги обедини сите партии. Но тоа што се сите против самоопределување не значи дека имаат заедничка опозицијска платформа. Напротив, универзитетскиот професор Дриторо Арифи вели дека ситуацијата е безнадежна, бидејќи не гледа предвижување кон соработка, што би довело до решение на политичкиот ќорсокак. За најодговорна сепак ја смета партијата која освоила најмногу мандати. Lëvizja Vetëvendosja nuk ka tentuar të paktën me seriozitetin që do duhet ta bënte. Ata kanë tentuar më shumë në mënyrë tërthor që ta krijojë një koalicion, pa ashtu nuk bëhet qeveria e as kryetari i kuvendit, kur nuk i ke vota, duhesh të kërkosh bashkëpunimin dhe të komunikosh. E Vetëvendosja po më duket kjo është pika më e dobët e saj, pra komunikimi dhe bashkëpunimi në planin afatgjat. Dhe kjo po e penalizon pikërisht Vetëvendosjen, sepse nuk po arrin të krijojë kuvendin, edhe pse i ka fituar zgjedhjet dhe nuk po dhe rrjedhimisht ka të pamundur që ta bëjë edhe qeverinë, sepse pa kaluar kuvendin nuk mund të vinte formimi i qeverisë. Dhe kështu që kjo në farë mënyrë, nëse shohim si fotografi totale, do ta penalizoj Republikën e Kosovës dhe mirëqenien e qytetarit në planin afatgjat. Според Арифи, или ке се случи некоја трагедија на Балканот, што ќе ги принуди партиите да формираат поширока влада, или ќе одржат вонредни избори. На тие избори, очекува тој, резултатот ќе биде сличен како сега, но не и епилогот. Mendoj që edhe pse ndoshta mund të kemi parafrasisht numrat të njëjtë, por zgjedhjet e jashtëzakonshme do ta krijojnë një momentum krejt tjetër, sepse atëherë edhe nëse vim në të njëjtat numra, partitë do ta gjeni një rrugdalje, sepse nuk mund të shkojnë edhe një në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse mandati do të ishte shumë e tepërt edhe për ato parti, por edhe për qytetarët një kosto shumë e lartë financiare. Pra do të detyroheshin, po them thojza, që të bashkëpunonin me dëshirë apo pa dëshirë. Излез посакуваат и граѓаните. Уморни се и од цените во собранието и од потенцијално нови избори. Барат договор сега. Mirë, një ambasador gjerman e keni një dhe ju tha, nëse një lejtar nuk luan mirë, duhet me ndruhe. Edhe Mesia, nëse bën gabime, duhet me ndruhe. Edhe këtë zojnë duhet me ndruhe, që të një tjetër. Unë e më konë 35-6 vjetë arsimtar, nëse s'ju kumë pëlqyën zonëve, ju kumë thonë do të jetë një tjetër. Po mendoj se dikush duhet me shkupe këtu, nuk kanë pavarësisht për hatër, do të thonë për shkak të situatës mos flasim edhe globale, ndoshta edhe po duhet me shkupe edhe duhet me ecë përpara, na duhet me ecë përpara. Pavarësisht gjithë shkafit, na kemi ecë në situata më të vështira. Unë besoj që normal nëse nuk zgjedhet ngërçi, populli duhet mu mobilizu, që ato që apo thomë në herë çdo çtune tani ndoshta edhe çdo ditë, edhe derisa xhinet një gjuhë e pajtimit. Следната шанса за избор на председател на Косовскиот парламент е веќе утре. За тогаш е закажено 38-то продолжение на конститутивната седница.